Shiko, kryeministri ka treguar që është i babritur për pushtet politik dhe ekonomik. Bile, unë kam sqaruar 12 arsye pse nuk do ta merrja kur një vlerësim publik nga Rama, po kam vetëm një përmbledhje kryesore, sepse toleroi dhe keqpërdori paranë kriminale në ekonomi dhe në politikë. Dhe ju shikoni se çfarë po ndodh. Kryeministri është në pikën e fundit që të tregojë nëse ka një integritet apo do rri aty dhe do përdor të njëjtën armiqësi me popullin siç u përdorën në 97-ën, do që ta jetë atje në grindje dhe në tensione sociale, si mund të thuash ti që aty ka fashist në protest, dhe pastaj jo socialistët e thjeshtë, se ndonjëherë na ngatrojnë kod, ju s'doni socialistët, ne i duam gjithë socialistët ndershëm. Po patronazhistët që janë përzgjedhur individualisht nga Rama, që ju janë dhënë poste publike, që ju janë dhënë teme publike, që janë pasuruar në kriminale, janë gati të përleshen me ata që Rama i quajnë fashist. Dhe kjo është një risk i madh, është pra përgjegjësi e madhe, që ti të provokosh popullin tënd thjesht dhe vetëm për të mbetur në karrige.